Përshëndetje. Jemi këtu me parashikimin e datës 6 nëntor të 2025. Është një ditë mjaft e rëndësishme nga ana e punës dhe çështjeve ekonomiko-financiare, por na mëson shumë gjëra sepse ka të bëjë me një ditë ku kjo ditë ndikohet shumë në lidhje me veprimet që duan të bëjmë, punën, bankat, çështjet ekonomike financiare, domethënë që do punojmë ose marrim një burim të dytë të ardhurash, sepse Marsi krijon një gjashtkëndësh me shqiptarin dhe Plutoni në New York. Jo e keni parë dhe tek televizori që unë jap hartën, shpjegoj mbi planetet dhe kjo është pra që të kuptoni pak astrologji. Ky është një kënd veçanërisht shumë pozitiv sepse kërkon vendosmërinë dhe të drejtën. Dhe kjo do të thotë që ndikohet pozitivisht, të keni shumë durim dhe këmbgulje për të arritur fillimin tuaj. Në ndikimin që ka të bëjnë, energjia e këtij këndi është i shkëlqyer për të marrë përsipër detyra të vështira dhe për të impresionuar të tjerët me rezultatet që juve keni. Në fushën e cilë veprojnë, ndikimet më pozitiv që kanë të bëjnë janë shenjës së zjarrit, shenjës së ajrit dhe ndikimet që lidhen shumë me punën aktuale dhe diçka të re, që janë shenjat dashi, binjakët, luani, peshorja, shigjetari, ujori, ose ata që kanë diellin apo ascendenten në këto shenja, apo këndet që bëjnë planetet, ka varet në individ pastaj se ku ndikohen. Jo vetëm kaq, por neve kemi dhe çështjet që mund të arrijmë majat në fushën tonë. Tani, para se të fillojmë me parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë, me biznesin dhe çështjet të tjera që kanë të bëjnë në lidhje me anën ekonomike, financat apo gjërave të tjera që doni të bëni. Në lidhje me këto, jo vetëm kaq, por ka dhe disa ndryshime mjaft të mëdha që do të thotë udhëtimet, e keni atje juve dhe udhëtimet, keni atje gjithçka dhe kjo do t'ju ndihmojnë për sa i përket çështjeve, kohën, periudhën ku ndodhin fenomenet, ose doni diçka tjetër, e keni damenjen, kush ju pëlqen, nuk pëlqen, dhe mund bëni paketë, dini paketën dhe pastaj bëni direkt padesën dhe jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni që të dërgoni mesazh siç është sonte, apo në lidhje se ne bëjmë gjithmonë përpara parashikimet, pra son duhet të marrni një pra ku keni butonin aty dhe jeni gati pastaj duke ecur përpara, duke parë se si funksionon dhe pastaj mund të dërgoni mesazhin të merrni drejt për përgjigjen. Por nuk ndalojmë këtu. Kemi dhe dy ndikime pozitive. E para është që në lidhje me parashikimet momentale ose diçka që mundoni një mesazh që kjo quhet membership. Çfarë është membership? Membership është që në privat mund keni, domethënë, është dritarja juaj ku mund të shkruani atje dhe mund të merrni përgjigje ose të dërgohet me një video për shembull për parashikim privat për juve dhe juve e merrni, e dëgjoni, shikoni për sa i përket sepse gjërat e mira do të jenë të lira dhe shikoni se si funksionon ky shërbim. Por do të shkoni të klikoni membership, do ta tregoj dhe me pak më vonë ta shikoni se si funksionon. Gjithashtu kanë filluar abonimet vjetore. Abonimet vjetore do të thotë parashikime të detajuara personale dhe kjo quhet agenda vjetore. Agenda vjetore personale çdo ditë e keni në atë libër që do merren. Dhe çfarë ka atje? Çdo ditë që juve e shfletoni, keni data të mira, çështje të vështira dhe kohën kur është më e mira e mundshme vetëm për juve. Dhe kjo është të shikoni dhe në ekran shumë shpejt dhe aty mund gjeni gjithçka. Nxitoni sepse janë të shumta njerëz të mbesoni dhe unë dua të jem korrekt me juve sepse imagjinoni deri në mars prill, por mos harroni, kuptoni dhe diçka që po jeni në mars dhe në mars të 2027, por nëse është arri, domethënë sepse janë disa gjëra që janë personale, janë datat personale për gjithë vitin, pra nga data
1 janar deri më datën 31 dhjetor. Pra çdo ditë e keni në fletën aty duke e hapur, duke parë gjërat dhe të merrni këtë agent duke e marrë në mënyrë nëpërmjet internetit, e shfletoni në lidhje me çështjen se si e merrni në email, pra, dhe duke dërguar emailin tuaj dhe të dhënat të sakta ku keni lindur dhe ku jetoni dhe orën e lindjes nëse e dini. Pra, që të bëjmë agjentën tuaj personale. Vetëm astrologo.al, se neve e bëjmë i gjë të tillë. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë, fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Përsa përket shenjës së dashit, duket se dashi ka dy gjëra kryesore. Të parën, ekonominë dhe stabilizimin ekonomik. E dyta, dashuria. Dashuria do të thotë që ta dy tregtit kanë qenë të vështira, por tani fillon gjërat të rregullohen përsëri në këtë drejtim. Dash Bricap, Dash Luan është Italia. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit. Për sa i përket shenjës së Demit, edhe pse Demi ka diçka të madhe tani në lidhje me punën e vet dhe një rast shumë pozitiv, konkret në atë çka do të bëj, dhe është periudha mjaft e mirë dhe shumë pozitive në ndryshime dhe vendime të mëdha. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Luan të 10 ditë parë, Bricap të 10 ditë shtet është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë binjakët. Binjakët bëjnë luftë me veten e tyre. Binjakët kanë mundësinë çështje të rëndësishme dhe koha kur ndodhin fenomenet. Edhe pse kjo periudhë është periudhë mjaft e mirë dhe mjaft pozitive. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, një kujdes të veçantë sepse keni pasur shumë probleme me peshoren, por dhe me ujorin të 10 ditë të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Përsa përket gaforet duket se kanë shumë gjëra të ndryshme, ekonomiko-financiare dhe një moment shumë pozitiv ku do të zgjidhin gjërat të pazgjidhura dhe një problem që keni pasur para disa kohëve, duke se tani është momenti juaj dhe periudha më e ideale dhe më pozitive që ndonjëherë. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dashtë të diçit të parë, me shikjetarët të diçit të tretë, përgatituni, por mos harrojmë se me ujorin, një shenjë uji me një shenjë ajri kanë fokusimin e jetës së tyre dhe vazhdimsinë e së ardhmes. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Por luanët duket se holl kanë edhe disa ndryshime, disa vendime që mund të marrin, janë vendime personale në lidhje me takimet e punës, në lidhje me çështjet ekonomiko-financiare, me disa ndryshime shumë të mëdha që do kenë tani tutje, dhe është koha e duhur për stabilizuar ekonominë dhe marrjen e vendime të rëndësishme në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem dhe me Akrep të diçit të dytë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë Virgjëresha. Për Virgjëreshat duket se ka një moment, një kohë shumë të përshtatshme në lidhje me kohën e duhur, në lidhje me gjërat që do të keni mundësinë e zgjidhjeve dhe të gjërave të ekonomisë dhe të stabilizimit. Në çështjet që kanë bëjnë me anën e financave, duket se kjo periudhë është mjaft e mirë, sidomos lidhjet që kanë bëjnë me shikjetarët e 10 diçit parë, me Dem të 10 diçit të tretë që është perfektja, por pse jo, me Peshk është diçka shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Me kjo set të peshores duket se ka diçka shumë të madhe dhe mjaft pozitive, shumë të rëndësishme në lidhje me ekonominë, në lidhje me takime, në lidhje me vendime të ndryshme që do të keni, por një mundësi e artë që do të jetë me dash të 10 diçit të dytë, keni kohën dhe momentin, pse jo, mund ta zgjidhni problemin. Tani e tutje. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë Akrepi. Përsa përket shenjës Akrepëve, Akrepët janë mjaft të ndikuar përsa përket pikërisht kësaj periudhe. Është një periudhë që vërtet jep shumë raste, shumë çështje pozitive, ekonomike, ndryshime që do të kenë tani e tutje, por kjo nuk ju lë në balë, sepse keni pasur mjaft takime dhe gjërat shumë të rëndësishme përsa i përket kohës, përsa i përket vendimeve që do të merrni. Prandaj nuk ka vend për të qetësuar, por për të gëzuar, sepse gjërat janë mjaft pozitive. Akrepi nga njëra anë jep mundësi, por
edhe në anën tjetër, edhe pse ka pasur probleme nga më të ndryshmet, por ka ditë të vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shigjetari. Për shigjetarët duket se tani, edhe pse ka ardhur koha, ka ardhur momenti I duhur me vendime që mund të merren dhe në lidhje me anën e pozicionimit planeteve, por ka një mundësi të ardhë në ekonomi dhe në stabilizim. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshore dhe me akrep është diçka shumë pozitive, por me dash është ndryshimi që do bëni tani atutje. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e britsjapëve. Për sa përket britsjapi duket se ka një rrugtim, ka një udhtim shumë të rëndësishëm, madje është edhe koha ku gjërat vendosen pikat mbi I dhe është një mundësi shumë e mirë që mund të ndryshoni, mund të diktoni, mund të rregulloni stabilizimin e financave, stabilizimin e punës suaj, por dhe jo vetëm në disa çështje shumë të mëdha financiare, duket se gjërat janë në favorin tuaj dhe koha ka ndryshuar shumë, por dhe I moment që është tani, është një moment mjaft I mirë dhe ndikime që kanë të bëjnë, momentet nga më të mirat mundshme, që juve keni, është mjaft e ndryshme nga ajo çka prisni, por në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që duket megafore dhe me dash, është ajo çka juve dëshironi. Vijojmë tek shenja e radhës, janë shenjës së ujorit. Për ujorët duket se kjo periudhë është periudhë favorite në ekonomi, është periudhë mjaft e mirë mbi stabilizimin edhe me çështjet e punës së karrierës, si shenja ajri që jeni, bashkëpunime mund bëni me shigjetar, bashkëpunime mund bëni me dem, bashkëpunime mund bëni me peshore, në fushën e ekonomisë, në fushën e ndryshimeve dhe jo vetëm. Por gjithashtu është një moment që do të zgjidhni disa problematika të ndryshme tani etutje, që do të thotë në dashuri, me virgjëresh dhe me gafore të diçit të tretë. Por mos harroni sepse me Luan është vetjeta, sado që të grindeni janë grindje dashurie. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e peshqeve. Çfarë ndodh me peshqit dhe ku peshqit bashkohen dhe ku ndahen? Ku nuk do ta thosha unë, sepse ku bashkohen kanë atë rëndësinë e veçantë të tyre, që është një moment mjaft I mirë, është një moment relaksues, komunikues dhe vendimtar mbi çështjet që lidhen me anën e biznesit. Në çështjet e biznesit keni një mundësi shumë të mirë, sepse duke filluar nga tani do t'i zgjidhni shumë çdo lloj problemi, edhe pse probleme me vështirësi keni pasur ose çështje që kanë qenë pak të mërzitshme në punën ekonomike, pak të mërzitshme në disa gjëra që mund të ketë qenë ndryshe për ndryshe gjërat, por është edhe momenti tani I duhuri mbi ekonominë dhe stabilizimin e saj. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe me virgjëresht e diçit të dytë, është koha dhe momenti më I mirë I mundshëm për zgjidhur çështje problematike. Këto ishin pak a shumë përsa përket pikërisht kësaj date, të datës 6 nëntor të 2025. Mos harroni sepse ka gjëra shumë pozitive kjo ditë. Bëni disa takime, disa bisedime që ka për t'ia vlejtur por para se të ndajmë bashkë, unë kujtoj edhe një herë për juve që intereson për parashikim të detajuar dhe jeni doni direkt të merrni një parashikim, kemi këtë faqen këtu, e klikoni, e rregulloni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë live përgjigjen. Për ju që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni që të dërgoni një mesazh, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni, ja pra ky butoni që është këtu, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt përgjigjen. Përgjigjen. Nga unë Europulla, ju uroj një ditë sa më të mbar dhe të lumtur. Gjithë mirat.